disa reflektime lidhur me çka u tha këtu më parë. Dhe dua ta filloj me një fakt që shqetëson që të gjithë, shqetëson që të gjithë jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë Europën pa diskutim, po edhe më gjërë se kaq, sepse tani më siç kemi mësuar nga krizat që ndodhin larg nesh, jetojmë në një botë aq shumë të lidhur në zinxhirin e vet ekonomik, sa që çdo krizë, sa do larg nesh, projektohet edhe tek ne. Dhe kam fjalën për atë që po shfaqet ditët e fundit si një impakt i drejt për drejt i luftës që Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli i kanë hapur regjimit kriminal të Teheranit, një impakt në të gjitha pompat e furnizimit me naftë dhe me benzinë. Çmimi i naftës jo vetëm që është rritur, por parashikohet që të rritet edhe më tutje. Për këtë arsye ne kemi vendosur në lëvizje bordin e transparencës, çka e kemi përdorur, siç mund ta mbani mend, edhe më parë, dhe po ashtu kemi marrë edhe një vendim që për çdo ditë kur çmimi do të kërcej mbi tavanin e 220 lekëve, do të ketë menjëherë një ulje me 20% të akcizës së naftës. Deri tani nuk shikojmë impakt në të tjera çmime, por fatmirësisht jemi në kushtet kur kemi një borxh dhe një deficit jo vetëm nën kontroll, por edhe goxha të ulët, që na mundson pikërisht që në momente të tilla të kemi edhe një hapësirë në dispozicion për të mos lënë vetëm askënd, duke pasur parasysh në radhë parë ata që janë më në nevojë. Dhe në ndërkohë, për të adresuar edhe një herë çdo diskutim legjitim edhe çdo propozim që vjen nga rrugë të ndryshme në Mexhelisin publik, ne këtu në këtë fazë që nuk e di askush sa do zgjas, në radhë parë kemi në vëmendje pensionistët dhe nuk do të bëjmë asgjë që nuk do të shkojë për të siguruar ata për spaj. Këtu do ta dinë që të gjithë, sepse në fund të ditës, nëse çmimet impaktohen, pensionistët janë ata që e vuajnë më shumë se sa të tjerët impaktin mbi çmimet. Nga ana tjetër, kemi deklaruar më parë dhe tani jemi në një fazë të avancuar të formësimit të një entiteti shtetëror i cili do të ndërhyjë në tregun e naftës, një entitet shtetëror që do të krijohet së shpejti, është duke u punuar për këtë, dhe që do të marrë përsipër një veprimtari që do të shkojë nga
garantimi i rezervës shtetërore, tek monitorimi i vazhdueshëm i tregut dhe patjetër edhe tek sigurimi i furnizimit për të mos lejuar asnjë spekulim me çmimet. Në ndërkohë që jemi në fund të një procesi që do të materializohet, besojmë, në muajt, 1 apo 2 muajt në vijim, për të futur 2 komponentë të ri në monitorimin e tregut naftës, që do të sjellin, jemi të bindur, rezultate të shpejta edhe në aspektin e evazionit dhe të kontrabandës së naftës, e cila vazhdon të jetë prezente në sektor. Njëri është produkti i kompanisë publike Alp Trace për një ngjyrim të një niveli krejt tjetër të naftës, dhe tjetri është një tjetër produkt i kompanisë Alp Trace për ndjekjen në kohë reale të gjithë qarkullimit të naftës tranzit. Këto janë 2 pika ku kemi dobësi në përballjen me fenomenet që thash më parë. Jemi besimplot që plani i ri që ka këto komponent që prezantova në mënyrë shumë të përgjithshme, do të na jap në fund të këtij viti një pasqyrë kuptim plot të rritjes së të ardhurave për pensionistët, për pagat, për investimet dhe patjetër edhe të një balancimi të çmimit, gjithmonë duke pasur parasysh çmimin jashtë kornizës së krizës, sepse në kornizën e krizës askush, asnjë vend nuk e ka të mundur që ta bëjë të padukshme krizën në pompën e naftës. Jemi këtu